Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithë me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 15 të surës Hujurat, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Besimtarët e vërtet janë ata që besuan Allahun dhe të dërguarin e tij, pastaj nuk dyshuan dhe luftuan me pasuritë dhe jetët e tyre në rrugën e Allahut. Ajeti i begat na sqaron pra se kush janë besimtarët e vërtet. Inshallah, në këtë temë të sotme do të paraqesim 10 shenjat e besimtarit që përmenden në Kur'anin e Shenjtë. Shenjat e besimtarit janë përmendur në shumë vende në Kur'anin e Shenjtë. Ato shenja janë cilësi që tregojnë sinqeritetin e besimit dhe thellësinë e tij në shpirtin e besimtarit. Dhe ndër ato shenjat më të rëndësishme të besimtarit janë shenja e parë, përulësia në namaz. Në ajetin 1 dhe 2 të surës Mu'minun, Allahu i madhruar thot: Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Me të vërtet, kanë arritur shpëtimin besimtarët të cilët janë për ulës në namazin e tyre. Besimtari përpiqet të jetë i pranishëm me gjithë zemër në namazin që ai fal. Ai përpiqet të ndjejë dhe të kuptojë çdo fjalë që thotë. Dhe ai është i ndërgjegjshëm kur qëndron në namaz, sepse po qëndron para Allahut të madhëruar. Përulësia nuk është vetëm në trup, por edhe në zemër. Besimtari i vërtetë, ai është i përulur para Allahut. Dhe besimtari largohet nga gjithçka që e shpërndron për nga namazi. Namazi është shenja e fortë ose shenja më e madhe që e dallon besimtarin nga jo besimtari. Namazi është ai që e ndalon besimtarit nga e keqja, e ndalon nga të ndytat, e ndalon nga gjithçka që e zemron Allah. Prandaj besimtari duke falur namazin me gjithë zemër, ai është i përulur gjithmonë në jetën e tij. Shenja e dytë e besimtarit është të shmangurit nga fjalët e kota. Dhe këtë e dëshmon ajeti 3 i surës Mu'minun, i cili thot: Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dhe ata që largohen nga fjalët e kota, fjalët pa vlerë,
fjalët që më shumë sjellin dëm se sa dobi. E sa të shumta janë pra sot fjalët e kota, sa të shumt janë njerëzit që merren me fjalë të kota. Besimtari nuk e humb kohën me fjalë apo me vepra të pavlera dhe të kota. Ai qëndron larg debateve të pavlera, larg thashëthemeve, larg talljes dhe larg humbjes së kohës me gjëra të pavlera. Siç ndodh sot, në rrjetet sociale ku shumica e njerëzve e humbasin kohën duke lundruar në rrjetet sociale. Besimtari i zgjedh fjalët që thot dhe ai përfshihet vetëm e vetëm në gjëra që kanë vlerë, që kanë dobi për ato. Dhe kjo është pra, nëse shikoni pra një njeri të tillë, një njeri që qëndron larg të kotës, ai është pra besimtar dhe shmangja apo qëndrimi larg nga fjalët e kota pra është prej shenjës së besimtarit. Shenja e tretë e besimtarit është dhënia e zakatit. Në ajetin 4 përsëri të surës Mu'minun, Allahu i Madhuar thotë: "Walladhina hum liz-zakatihim fa'ilun." Dhe ata që japin zakatin. Besimtari nuk jep vetëm zakatin që ka obligim, por ai i ndihmon nevojtarët duke dhënë edhe sadaka, alemor. Ai bën vetë vepra të mira dhe i mbështet ata që e rrethojnë. Besimtari është i vetëdijshëm se çdo monedhë e dhënë me qëllim të pastër për Allahun dhe jo për mburrje, jo për dukje, ka ndikim të madh në të dyja jetët. Por fatkeqësisht shumica e njerëzve sot nuk e japin. As atë që kanë obligim për zakatin që Allahu e ka caktuar në pasuritë e tyre. Nëse do jepej zakati ashtu siç e ka caktuar Allahu i Madhruar, nuk do të gjendeshin të varfër në rregullin toksor. Shenja e katërt e besimtarit është ruajtja e nderit. Në ajetin 5 të surës Mu'minun, Allahu i Madhruar thotë: "Walladhina hum li furujihim hafidhun." Dhe ata që ruajnë nderin e tyre. Në ditët e sotme, të jesh i ndershëm është një sfidë e madhe. Por besimtari i sinqert, besimtari i devotshëm, që i friksohet Allahut, haptas dhe fshehuras, ai e kontrollon veten e tij. Ai e shtyp egon e tij dhe unin e tij. Ai i kontrollon sytë e tij. Ai e kontrollon zemrën e tij dhe qëndron larg lidhjeve të ndaluara ose shikimeve helmuese, shkatruese të ndyta. Besimtari e ruan veten nga harami, edhe nëse të tjerët sillen ndryshe. Pra ruajtja e nderit është një prej shenjave tjera të besimtarit, siç na thot Kurani i shenjtë. Shenja 5 e besimtarit është ruajtja e besës dhe amanetit. Në ajetin 8 të surës Mu'minun, Allahu i Madhruar thot: "Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dhe ata pra që i ruajnë amanetet
dhe besë marrëveshje të tjera. Besimtari është i sinqert në punë, i drejt në marrëdhënie dhe i përkushtuar ndaj çdo premtimi, qoftë në punë, në projekt, apo në premtim ndaj një miku, ndaj një shoku. Besimtari është besnik dhe kur nuk e tradhton amanetin e tjetrit dhe kur nuk e shkel besën e dhënë. Besimtari pra është besnik ndaj muslimanëve apo jo muslimanëve. Është pra besnik ndaj amaneteve, qoftë amanet i vogël apo qoftë i madh. Shenja e 6 e besimtarit është vazhdimësia në namaz. Në ajetin 9 të surës Mu'minun, Allahu i madhëruar thotë: "Walladhina hum 'ala salawatihim yuhafidhun." Dhe ata që janë të rregullt në faljet e namazeve të tyre. Besimtari i devotshëm nuk e lë namazin në asnjë situatë apo rrethan, dhe as për shkak të angazhimeve apo lodhjes. Besimtarin nuk e mashtron kjo dynja dhe as bukuritë e saj. Besimtari nuk e pengon tregtia as shitblerja në kryerjen e namazit apo në kujtimin në përmendjen e Allahut të plotfuqishëm. Besimtari është i vetëdijshëm dhe ka besim të fortë dhe është i bindur se namazi është burim force dhe qetësie. Prandaj Allahu i madhruar na ka saktuar që të falemi 5 herë në ditë. Pra, kemi nderin më të madh që ne flasim me Zotin drejt për së drejti 5 herë në ditë, pa asnjë perde, pa asnjë pengesë, duke filluar që në sabah. E më pas vinë në drek, pas dreke, në aksham dhe në mbrëmje, po ashtu edhe në namazin e natës jetë. A ka nder më të madh se sa të komunikosh drejt për së drejti me krijuesin, me Allahun fuqiplot? Dhe këtë nder Allahu na ka dhënë ne, besimtarëve musliman, që të komunikojmë me Allahun 5 herë në ditë, t'i kërkojmë nevojat tona, t'i kërkojmë dëshirat tona, t'i lutim me atij për çdo gjë. Nëse shikoni një person të tillë, pra që ai është i vazhdueshëm në faljen e namazit, ai është për besimtarëve të devotshëm inshallah. Shenja e 7 e besimtarëve apo besimtarit është mbështetja tek Allahu. Në ajetin 2 të surës Anfal, si dhe në ajetet e tjera, Allahu i madhruar thot: "Wa ala rabbihim yatawakkalun." Dhe te Zoti i tyre ata pra besimtarët mbështeten. Në jetën e tij besimtari bën plane, mendon dhe punon, por zemra e tij mbetet e lidhur gjithmonë me Allahun fuqiplot. Nuk është e shkujdesur nga Allah, ndaj Allahut. Besimtari kur nuk e harron krijuesin e tij, edhe pse është i impenjuar, i zënë me punë të ndryshme. Besimtari nuk shqetësohet për furnizimin, për rizikun, sepse ai e di se Allahu është furnizuesi. Besimtari
nuk i neglizhon shkaqet, por i merr në konsiderat ato. Besimtari është përpjekës dhe kërkues, nuk e pëlqen papunësinë dhe nuk është dembel. Puna në Islam është ibadet dhe Islami i nxit muslimanët që të punojnë punë të mira, brenda kornizave që ka caktuar krijuesi dhe të largohen nga çdo punë e keqe. Shenja e 8 e besimtarit është frika ndaj Allahut dhe shtimi i besimit kur ata dëgjojnë Kur'anin. Në ajetin 2 të surës Anfal, Allahu i Madhura thot: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana." Besimtarët e vërtet janë ata që kur përmendet Allahu, zemrat e tyre dridhen nga frikë respekti. Dhe kur u lexohen ajetet e tij, ajetet e Kuranit, ushtohet besimi. Kur besimtari e dëgjon një ajet nga Kurani, ose përjeton një situatë që i përkujton Allahun fuqiplot, zemra e tij dridhet nga frikë respekti ndaj Allahut. Besimtari e do Kuranin, e lexon atë, mendon thellë në ajetet e tij. Ai e ndjen dhe e kupton vlerën e Kuranit dhe është i lidhur gjithmonë me Kuranin si një mesazh i gjallë i cili i freskon atij zemrën dhe shpirtin. Besimtari kur nuk është i ndargur nga Kurani. Besimtari e ka prisin e tij më të mirë, Kuranin e shejt në këtë jetë, sepse Kurani e drejton për në xhennet. Shenja e 9 e besimtarit është shpenzimi nga ajo që i ka dhënë Allahu. Dhe përsëri në ajetin 2 të surës Anfal, Allahu i Madhura thot: "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dhe nga ajo që u kemi dhënë shpenzojnë. Besimtari nuk është koprac. Ai është i dhemshëm, përkrahës, solidarizues dhe ndihmues. Besimtari është i bindur se çdo gjë që ka është për Allahut fuqiplot dhe ka besim të fortë se kur jep nga ajo që i ka dhënë Allahu, atij i shtohet më shumë bereqeti dhe begatia. Dhe shenja e 10 e fundit prej shenjave të besimtarit sipas Kuranit është lufta përpjekja në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën. Dhe këtë e dëshmon ajeti 15 prej surës Huxhurat, i cili thot: "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun." Besimtarët e vërtet janë ata që besuan në Allahun dhe të dërguarin e tij, pastaj nuk dyshuan dhe luftuan me pasuri dhe jetët e tyre në rrugën e Allahut. Besimtari jo vetëm në luftra, por në çdo moment të jetës ai sakrifikon. Besimtari e lufton veten për të qëndruar larg mëkatit, larg gjunahut. Ai lufton me kohën dhe pasurinë për të ndihmuar në rrugën e paqes, në rrugën e mirësisë, begatisë dhe të lumturisë. Besimtari
qëndron gjithmonë me të drejtën. Të dashur vëllezër dhe motra, të gjitha këto shenja që përmendëm, pa këto 10 shenja, ashtu ka edhe të tjera. Pra këto 10 shenja nuk janë vetëm dukje të jashtme, por ato pasqyrojnë një gjendje të brendshme të sinqeritetit ndaj Allahut dhe bindjes ndaj Tij, të cilat përkthehen në sjellje të balancuar në rrugtimin e kësaj jete dhe në sjellje pra frytdhënëse. Vallë, a ndodhen tek ne këto 10 shenja? Nëse dikush pra dëshiron ta quajë veten e tij vërtet besimtar të devotshëm, do të shikoj, a ndodhen tek ai këto 10 shenja që përmendëm apo jo. Është transmetuar nga Imam Ali Rizaj, paqja qoftë të, se ka thënë: nuk është besimtari i vërtet derisa të ketë në vete 3 shenja, 3 cilësi. Një cilësi nga Zoti i tij, një nga profeti i tij dhe një nga imami i tij. Sa i përket cilësisë nga Zoti i tij, ajo është ruajtja e sekretit, e përmbajtja e fshehtësisë. Sa i përket cilësisë nga profeti i tij, ajo është sjellja me butësi dhe durim me njerëzit. Dhe sa i përket cilësisë nga imami i tij, udhëheqësi i tij, ajo është durimi në vështirësi dhe në sprov. Allahu na ruaj, na begatoft të gjithëve. Allahu na bëft besimtarë të sinqert. Allahu ju ruaj, ju bekoft ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.